Qa leshe ki, qa da? Qa da, po t'ja, femër je që pëdo më kop me femra, qa da te? A pëll kia karte, për normal se s'ke faj se je degeneru, ta ka por një bot, edhe ta shtu ke ki gajle, mës t'i berë ma TikTok i te. Ik jashtë, ik qeni biri qenit. Ma ka pa një bot, për që të kjo? A degeneru bota të po atë temin, jonë. Për tja. O e që më shite punë në kusho. Ha, që kam dole punë me këtë një. Jere se s'mire unë me gra, osho, për zotë e malë 1000 vjetë jo. Është të këshë. Ba. A, të futi bëk mu. Sysja në no. Që e bonë. Aron, mirë se pruni zoti, vla. A nuk e di, më falë, ma banë Allah, vesh t'jam i përgjigje, a nuk e di që Aroni është i fes tjetër, kur më kini pa që une kom shprehu rejtje fetare ndaj ti, po pasha Allah, edhe nëse ma ka thonë, ma banë Allah se ka di disa mora më Aron, si pasha zoten tur për i faqja zeta ta mos qoshin as katolik as shqiptar. Pse, për shara kujtë qarë feje besën që kam unë? Po s'di gja, unë mendoj që je krishter. Jo. Unë Jo, unë jem budist. Ateist? Budist. Aha, nuk e di. Unë e kom njoft për të krishter, edhe kur farë përqari me Aronin, përsa kom njoft për të krishter, madje, pasha Zotin, pasha Allahun që s'ka Zot tjetër, unë ndaj një krishteri, edhe nëse më shanë, unë nuk e kthejt shamen. Po është pyetje fetare. Edhe nëse më shanë, pasha Allahun, kur se kom shatë krishterin për fejnë e tina, vetëm nëse më ka shanë familje, nëse më ka prek ram, aty ku nuk prek kushi, mund të kem reagu. Po përqesi fetare, kur katoliku nuk e kom shanë. E jo vjen e shani këtu. Për ne budista, qërë menimit kjeti? Le tash jatë ma betë, Aron, le se... A besan se lo po ashtë të shajt? Ja. Së është shajt jo? A shësi nga të rekojt të konfin? Aron, se ti je tjetër gjanti, po ha. Je tjetër gjanti. Jo, se nga kojt të konfin, je bot në veti, po. Je bot në veti, ti po hajde tash kaloj e atë, qa bo nësi kalove, e mirë. Po është familjen me ka u zonë. Pasha Zote nuk i thashe, unë e recitova një poezi. Me ka, se mu zonë punë feshen TikTok, dhe me thanë të me pas punë primen, me pas probleme menore, për mu zonë me dika me punë fejën TikTok. O e nuk zina, maru nuk i thash as kujgjo, as nuk i shava kujgjo. Madje më shanë fejnë teme, ma shanë familjen teme, ma shanë moralin teme. Kush në kërës me di? Isha me një mirë ditor, ta shpeja për me nëhem, se di se qa raport e shke, edhe recitova një poezi, më falë, më lype një shpjegim. Unë e kam dediku poezi një vajze që ka torturu baba i vetë, për shkak se ka vusha min dhe ka falë namaz. Tashi, se që tha, a ka pas Evel Marije, thash, nuk ka vetëm një Marije që o ba muslimone, po ka edhe Zef që ka qenë, ka nisë, ka pranu islamin, pe i puke, ka edhe Nikolin për mirdite. Kur thash për mirdite, këcy në shanë. Unë nuk përshaj, Nikolin Gjini ka qenë infermier, sot është mjek, Ibrahim Gjini ka emrin, e kënë Tiran të rruga Kavajs, sa për shëndetje që ku jem, sa për informacion, shkoni të rruga Kavajs, vla në Tiran, pytni, ku e ka Ibrahim Gjini ata kliniken, dhe pytni, prej ka je, pej spaqi ka me thanë. Këtyne u djegi pse thek, ky pej spaqi si u ba musliman. O vla, kjo është mentalitet shki jesh. Kjo është mentalitet hajdutash, që dashin rrugëve të Greqis dhe vrajshin njerëz. Që ata mos qofshin mërditor kur. Ky mentalitet është ky. Që i ka vra... Mos më bani me fol. Ky mentalitet është, ja tyne si mos qofshin për mërdite, që e marke kushërinin e vetë, dhe e vrajken në malë, që so mentaliteti o ky, që so rrace jeni ju, që shani pa hak. Unë thash një argument, shkoni e interesoni. Për të sekund tani, për të këtë punë të vrasjeve të molit, në nuk këna bon hetime, nuk e dim, ka çdo lloj rrace, çdo lloj senit, çdo lloj të keqe, çdo lloj. Unë e di kur... Po mos përmend, por kurse të për puna ndërimit fesë,
Është gjë personale vlla, unë kam pas për shembull, në fshatin tem ka ekzistuar paganizmi. I ka thënë vetë musliman, po i kalu dikujt tjetër përveç Zotit. Dhe unë të merrin më të madh kur kom nis me prediku që mos ju lut varrezave, mos shko te mashtruesit e fallxhort. Pra unë kom pas probleme me fshatin tem, s'kom pas as me krishterë, s'kom pas as me ortodoks, as me askam. Pra me fshatin tem kom pas problemin e parë. Pse? Se ata kanë dash me shku me ju lut varrezave. Në fenis ta më është ndalume, pra kur kam prediku. Ta bëjnë një pyetje si njeri zgjuar se je, a ka njeri pa fe se ju me fe? Qysh? A ka njerëz më të pa fe në botë se këtë ju që keni që besoni shumë? Që besojmë Zotin. Na kena fe dhe kena moral dhe kena rregull. Jam më kthem me përgjigje ta vashta që të kuptoj edhe unë që jam malok. Për të na vëllait e besimeve, a ka një Zot? Po mor burri do. Bukur. Po do, se ka leti si isha jetën. Po nëse një ka një Zot për ty, një Zot për të na fet, e pse jo jeni kriju 2-3? Domethënë kur krijonin 3 e mohonin nishin. Wallah. Ora shok. Krishterët tonë ka një Zot. Po. Musliman tonë ka një Zot. Edhe referoni dyja palët në një Zot. Po nëse ju dynin da, e referoni të nishi, ju keni mohu të dy nishin. Zotin, e keni mohu të dy janë. Jeni tu për qa në emën ti, dhe më thënë e keni mohu të dy. Jo, se kena mohu. Si më rini kriju dy për të nishi, jo vla. A muj me të përgjigj? A muj me të përgjigj? Fut në fenis ta po më mërë detajet, o shok, le një mërë detajet. O shok, s'keni da, ma qeni tret nishit, pse një da, pse një da më pjesë, ma qenë është një. Ju, në momentin që një kru vërë. Një zatë është, po prit një sekund, lejet. Po mëre, pa, për shka një da pjesë? Na e besojmë se Zoti është një vetëm i pashok. Se Jezusi është krijes e Zotit e jo biri Zotit, që e ka kriju për një fjallë. Mosu kapni me krishterët e muslimanët e sen edhe në mënyra tjera se dahen në një ditë në ryshme. Janë 100 fe. Në një Zot drejtojnë 100 fe, ju keni mohu po ose le jam të foli, ose mos pyetish më burr. Po jo më se kam kallëzuar për detaje, ku ti thuje po krishterët thonë se ka bën propagandë. Në momentin që kanë ndon për vëlla, un po them s'ka ndon. Neve na ndon. Kam vëlla. Gjallë me mendje dhe kuptoj. Jezusin besojmë mosin. Ore, lene e Krishtin e Muhametin, lene jonë 300 fe me i ditë nëshme, 300 fe me i ditë nëshme, kur gjithë këni një drejtim të një Zot, për në momentin që ju krijoni 300 njërat nëshme, ju këni më hu njëshin, s'keni pun ma me ta. Ju tu hapër se qakaj. Ja, pëjt një sekund, Triniteti po ta kalzojun atër, Triniteti ka egzistu tek paganet e lasht, Trinitet ka pas te persianet, kohën tash si Bektashit e kanë marrë. Po shakoj të familjes, Trinitet jo paganizëm. Po shak ju kërë hakut e në veri. Ej, Trinitet jo paganizëm, Zoti është një, nuk është 3. Po një për që një davët grupe? Po një Zot. A? Po që janë davët grupe njëzini kërë një Zot, jeni të më hujtë Zotin për. Po pali, në kohën e palit, që i thënë shem pali, në kohën e palit, ai u pendu dhe u bën një herë besimtari drejt, që ndjekte mesimet e Jezusit. Paqja e Zotit qoftë me ta. Janë intrigat e tokës, këto më mos ta çajmë për burr. Pali ishte romak. Po zioni jam dhe jetoni, jo pali. Po janë intrigat e dunjës. Po prit për burrin e tjerë. Atëherë, problemi që ndon këtu më Aroni dashur, kur futi Trinitetin e romakëve, paganizmit romak, që ti u përqa puna. Pra, o telton zioni. Pasha familjen këni dalë mes. Shërë një familje... Unë po ta shpjegoj historinë. Unë po ta shpjegoj si... Një ka kapet i përshidit punë fetër, një një kush... Besënin në Zot jam dakord. Po së unë e është... Për shka del një bo një propaganda në TikTok se u kuptoj për punë fetër. O vëllajem, unë e kam punu imam, o vëllajem. Funë e fundit, me të këshijat e mija, me mangësit e mija, me turpet e mija, po dhe krye mami i prezenit... Prisë, unë kam punu... Unë kam punu imam mërë vëllajem, ose kam punu prediku si pa varur nga askush.
Dhe kam bet tash i kjo pjesë e fesë në poezitë e mia, në librat e mi, në këngët e mia, kam et morburi dhe se unë jam predikusi pa forën. Po shoku jem, zemra jeme, mos... Tashi... Për zotin e madh ju pagu diku. U futën ata më se futa unë. U futën ca morra. Ju pagu Shikua pi faqja zezë për ata. Njerëz, po i kam fajet unë që futi... Mos nëj, po sharëp të e me... Po të kisha urrejtje për Petrit Lokun, nuk do të shkesha me 500 vetë më një fëllon, që mërë gjuna mërë keq. Po s'lidhe ka Petriti, më shak, s'lidhe ka Petriti tjetër, po i ne ka puni propaganda për fe, si ti si Petriti, si ti në më marri me fe. Po thjesht mërë, unë isha ty vëzitu, unë i thash vazhdo ti se du me vazhdu live-in tem, që më smohi me em në tashi. Jeta jetë me jetë, dhe përsa me drejt i saj aty po. Problemi janë pse mu zonë për fejnë TikTok, a vje morë, më shakse me po zotë që Po zona më po kënë disa të pa shkollë aty të njek, ata edhe vine e shajnë e ofendojnë. Të pa shkollë, të pa formum, me konë komunist, i sinqert, nuk e shanë fejnë e askujt. Arëm të i zoti herë, respekt. Zhëna më morë me fejnë TikTok. Ure mena në TikTok, mena në Instagram, mena në YouTube, unë kam live-in tem, unë kam mendimin tem, ku ta shajën më i ditën drejt për drejt, që se s'ka ndodhë kur, unë madje kam edhe antarë grupit të nisme Shëndro kam në mirë ditë, madje jam interesu edhe në bashki të mirdis për problemet mirditorve, të minatorve të shkret, e jam interesu edhe për punë tjera që ata si diniq, dhe kam kontribu për mirditën e Bërëshenin ma shumë se ata 1 milioner. Pasha Allahu në ke gabim. Jo t'i kishe urejti për mirditën. Shka ma idiot, o idiot. Mësë më zhet ne e të. Kam kontribu për mirditën sa ti bëth nuk imër as për familje tonën. Atë vjetur. Për këtë e di me pohon se ka kontribu për mirditën. Pasam pas urejti una, put dhe fsharatën tonë. Unë e di me provat që ka kontribu.